$6 milion për të pastruar damkën nga balli I bufit të Knetës, damkën e Shteteve të Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Po pse duheshin këto $6 milion për këtë damk, nëse kjo damk ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytzuar vullën e Shteteve të Bashkuara, pse duhej kjo kontratë, pse duheshin këto $6 milion për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do vijej sapo të vinte në pushtet presidenti Donald Trump. Unë kam një mision për të përmbyllur. Dhe nuk jam këtu për asgjë nga çfarë thuhet dhe çfarë thon. Dhe nuk jam fare ngjashëm me atë që përpiqen të më pikturojnë prej tani më shumë vitesh, ata të cilët nuk kanë asnjë aftësi tjetër për të konkuruar denjësisht. Jam këtu për të bërë bashkë me të gjithë ata që punojnë me mua, që më mbështesin mua historinë e këtij vendi. Dhe mundësia për të bërë histori tani më na ka ardhur në dorë, është në dorën tonë. Është në dorën tonë në 11 maj, mundësia për të bërë histori. Duke u bërë më shumë se sa një shumicë e thjeshtë aritmetike, për të shtyrë më fort procesin e negociatave në Bashkimin Evropian dhe për t'i mbyllur ato brenda vitit 2027. Kështu që kjo teoria që jep dorëheqjen se është ky burg e se është ai burg nuk funksionon. Fare. Hiç. Zero. Dhe një nga arsyet që Partia Socialiste do marrë rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë në drejtimin tim, është fakti se për herë të parë populli shqiptar po shikon një përpjekje serioze për të vendosur barazinë para ligjit, me të gjitha problematikat që mund të ketë. E kam bërë shpesh pyetjen këto ditë, dhe po ta bëj ty. E njeh Altin Dumanin ti? E di kush është? Me siguri e njeh, në kuptimin e njeh. E di se kush është, apo jo? Është një prokuror me integritet, me kurajo dhe me profesionalizëm. Kështu e tregojnë dhe kështu duket të jetë. Unë personalisht nuk e njoh. Por njoh punën dhe njoh faktet. Okay? Që kur ai erdhi në drejtimin e SPAK-ut, lufta për të vendosur barazinë para ligjit shkoi në një nivel tjetër. Ky është fakt. S'kemi çaj themi fare.